31 dhjetor 2025, dita e fundit e vitit shpesh shërben për të parë atë se çfarë kemi kaluar dhe për të analizuar atë se çfarë na pret. Të shohim pra ngjarjet kryesore që karakterizuan vitin 2025. Ngjarja më e rëndë dhe më tronditëse e vitit ishte tragjedia e Marsit në Koçan, ku humbën jetën të paktën 62 persona dhe mbi 150 u plagosën. Tragjedia shkaktoi reagim të fortë publik dhe institucional, duke hapur debate të ashpra mbi sigurinë, kontrollin shtetëror dhe përgjegjësinë institucionale. Pas tragjedisë, hetimet policore dhe prokuroriale u zgjeruan në një skemë të gjerë penale që lidhej me funksionimin e klubit dhe dhënien e lejeve. Në fazat e para u lëshuan rreth 20 urdhër arrestime, përfshirë ish zyrtar të lartë shtetëror. Hetimet zgjatën, ndërsa Koçani u shndrua në simbol të dështimeve sistemore dhe nevojës për reforma reale. Viti u shënua nga përplasje të vazhdueshme për përfaqësimin e drejtë dhe barazinë institucionale. Opozita shqiptare akuzoi pushtetin për diskriminim, duke publikuar edhe të dhënat ku në institucione të ndryshme punësoheshin vetëm maqedonasë dhe asnjë shqiptar. Nga Vlen mohuan këto akuza, ndërsa në qeveri u miratua projekt ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Nga Vlen theksuan se përfaqësimin e drejtë e shndrua në ligj. Ligji u dërgua për të marrë vlerësim nga Komisioni i Venecias, ndërsa i njëjti pritet të hyjë në fazën parlamentare. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm politik ishin zhvillimet brenda koalicionit shqiptar Vlen. Kriza kulmoi në prill me daljen e Arben Taravarit dhe subjektit të tij nga ky koalicion, pas vendimit për të garuar me lista të veçanta në zgjedhjet lokale. Vlen e interpretoi këtë vendim si prishje të marrëveshjes politike, duke ndërlidhur me pazare politike dhe korrupsion, ndërsa Taravari deklaroi se largimi nga qeveria ishte rezultati i dështimit për përmbushjen e premtimeve ndaj shqiptarëve. Nga ana tjetër, në Vlen vazhdoi të mbetet një strukturë aleancës për shqiptarët e kryesuar nga Arben Fetaj, ndërsa për ministër të shëndetësisë u zgjoll Azir Aliu. Pas shkëputjes, subjekti i Taravarit hyri në koalicion me BDI-n, duke formuar aleancën kombëtare për integrim. Zgjedhjet lokale të 19 tetorit përbënin provën më të rëndësishme politike të vitit 2025. Ato rikonfiguruan pushtetin lokal dhe shërbyen si matës i mbështetjes për partitë politike, vetëm një vit pas zgjedhjeve parlamentare. Te faktori politik shqiptar, lufta zhvilloi mes dy kampeve, atë të AKI-s dhe Vlenit. Garat më të ndjekura ishin në Çajir, ku përballen Izet Mexhiti dhe Bujar Osmani, si dhe në Tetov mes Bilal Kasamit dhe Bajram Rexhepit. Shpeshherë debati dhe akuzat në fushatën elektorale shkuan përtej problematikave lokale. Rezultatet ishin në favor të Vlenit, ku fitoi në Çajir dhe në Tetov. Në nivel shtetëror, VMRO DPMNE fitoi 54 komuna, Vlen 9, LSDM 6, AKI 4, ndërsa disa komuna shkuan në rivotim për shkak të mosarritjes së censusit. Pas zgjedhjeve lokale, BDI paralajmëroi proces reformash të brendshme. Kongresi 20 dhjetorit u prezantua si piknisje këtij procesi, ku Ali Ahmeti u rizgjodh kryetar, ndërsa u rifreskua struktura drejtuese. Ahmeti deklaroi se partia ka ndryshuar mbi 80% të strukturës së saj, duke synuar konsolidim dhe përgatitje për sfidat e vitit 2026. Në kongres u zgjodh kryesia e re qendrore dhe këshilli i përgjithshëm i partisë, ndërsa kjo parti miratoi disa rezoluta me të cilat kërkojnë që çdo qeveri të formohet me badenter, ndërsa parimi i badenterit të futet edhe në gjykatën kushtetuese. Megjithatë, një pjesë e opinionit publik shpreh dyshime nëse reformat do të jenë substanciale apo vetëm kosmetike. Edhe gjatë vitit 2025, integrimi evropian mbeti një nga zhgënjimet kryesore. Mungesa e konsensusit për ndryshimet kushtetuese dhe kritikat për reformat të ngadalta në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit e mbajtën procesin të bllokuar. Raporti i Komisionit Evropian i nëntorit evidentoi mungesë përparimi dhe kërkoi rezultate konkrete në sundimin e ligjit. Tragjedia në Koçan, zgjedhjet lokale dhe ngjesja eurointegruese do të përcaktojnë edhe agjendën e vitit 2026, ku pritet janë për reforma reale, rikthim të besimit të qytetarëve dhe përgjegjësi konkrete.